back to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikur se çdo të jente pak pas orës 22 deri në orën 23 në Top Albania Radio, po edhe në radio që shihet tani në kanalin 10 në digital. Duhet të ketë qenë mes viteve 2000, ndërsa unë ndiqja studimet në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në gazetari, kur u takova, u njoha me shumë vajza, sa ishin më të mëdha pak se unë, sa ishin më të vogla pak se unë. Edhe kështu ishte qefi i madh atëherë të ndalonin nëpër rrugë, nëpër korridoret e shkollës, kërkonin ndonjë këngë për ty. Kështu ka qenë njohja ime e parë me të. Më vonë u pas kërkëshdash të ikja nga topi për ca kohë, që jo më në korridoret e fakultetit, por në mjediset e shërbimit më in të Tiranës atyre viteve, të këmbeja kohë me një vajzë që shumë gjëra mund të kenë ndryshuar statusi i saj nga gocë e dikurshme në grua të martuar, pastaj nënë e dy vajzave, vetëm një gjë e ka të pandryshuar, energjinë që e ka sëmundje në thonjza, ngjitse dhe lum kush e takon dhe e nis ditën me të, si unë sot. Rasti e deshi që më vonë të kishim disa bashkëpunime, ndoshta jo në mënyrë të drejtë për drejtë, po të takoheshim në korridoret e radiove dhe televizioneve dhe jemi sot përsëri bashkë. Kur s'kam dashur të bie shkurt dhe ndonjëri prej jush të mendoj, na qenë ke kputur sot pas ke marrë shoqet e tua të radios, por është një kënaqësi e veçantë që më buroi që nga 14 shkurtin maratonën e Top Albania Radios, Jonida Rishkolli. Mirë se erdhe. Oh, më emocionove me këtë prezantim, më kujtove fiks ato korridoret e shkollës kur flisnim dhe unë të kërkoja këngë, tek një këngë për ty. Dhe për gjithë ju që po dëgjoni, është shumë kënaqësi të jem në programe dhe të kujtojmë gjëra të bukura. Teksa ti po flisje, më kujtuaj që të kam kërkuar Alicia Keys Falling dhe e ke transmetuar në 5 pa inçerek dhe unë deta 3 orë duke dëgjuar Jonida, që të dëgjoje deri në fund, duke dëgjuar një këngë për ty, për përshëndetjen që do të merrja. Faleminderit që më ftove sot, shumë qejf. Si është të intervistohesh? Edhe unë edhe ti kemi luksin që të jemi edhe intervistuese, edhe të intervistuara. Çfarë nuk do ti si e intervistuar? Nuk të pëlqen, nuk e ke qef? Nuk kam asnjë limit, asnjë temë që nuk mund të flas, nuk kam asnjë kompleks për cilin dua të fshihem, kështu që është shumë kënaqësi të intervistosh, por edhe ndonjëherë ti je pak më ellastuar në këtë pozicion. Ky është vendi që un kam zakonisht kur jam program, është fiks pozicioni mikrofonim dhe po më duket vërtet sikur jam në një bisedë shumë të ngrohtë. Unë këtë profesion e zgjodha kur isha shumë e vogël dhe nuk e dija fare ç'a ishte. Thjesht më pëlqente të fusja dorën në kutinë e televizorit asaj kohe që kur s'kishte energji elektrike, ishte i zi lart dhe i zi poshtë kur s'kishte tension, dhe thoya që duhet të jetë shumë lezetshëm kjo jeta kështu, pa e ditur se ç'do ishte më vonë. Ti ngecë në gazetari apo e deshe? Unë doja shumë, edhe që në gjimnaz, se bonim ne, domethënë, të rinte kombinati. Shkolla Muslimketa në fakt ka qenë shumë shtys për të rinj që kishin talent, jo vetëm në pjesën e artit, prezantimit, po edhe të sportit. Kam qenë në volleyball, by the way. Pasuse, nuk dukem, po. Sa desha të them që po ta kishe vazhduar, do të kishim thënë që je volejboliste. Por jam, kam qenë më saktë, dhe në çdo spektakël në atë kohë që bënte shkolla, rin fest apo programe të tjera që kishim aktivitete, unë merrja gjithmonë pjesë. Ose këndoja, ose recitoja, ose prezantoja, domethënë isha gjithmonë aty. Më vonë vendosëm të bënim një gazetë shkolle dhe isha pjesë e stafit. Ka qenë eksperiencë shumë e bukur dhe përveç prezantimit të pallateve që bënim ambrat tona dhe flokët, kollaret, çorapet e zeza gjata, fustanet me tiranda dhe kutia, ka qenë diçka vërtet që e kam dashur dhe në epokën tonë ti e di shumë mirë, konkurohej për të fituar fakultetin. Pra nuk ishte kaq e thjeshtë që ti vije nga gjimnazi dhe mund të zgjidhje një lënd. Ne konkuronim. Pra konkuronim ne që mbaronim me 9.5, po njësoj me ata që kishin një tjetër mesatare. Ishim në të njëjtin nivel. Dhe kam fituar juridik, psikologji, bëra dhe italishten që ta kisha aty për çdo rast. Italishten e mësuar nga Mediaseti. E fitova dhe atë dhe zgjodha gazetarin sepse në fakt ajo ishte dëshira ime. Dhe në periudhën që ne kemi nisur gazetarin, keni qenë ju
Dhe një brez tjetër më përpara dhe pastaj vinim ne. Do të thotë që gazetaria ishte një lëndë e re, një deg e re dhe një deg që nuk e kishin të gjithë privilegjin që ta ndiqnin sepse ishte numër shumë i kufizuar studentësh. Kështu që e fitova dhe ndoqa fiks atë që dëshiroja të bëja. Nëse të ishe kthyer pas në kohë, duke parë se si po funksionon ky profesion sot, po them, pra me mendë sotme, me situatën e sotme. Nëse do ktheheshe pas në kohë, është një do kishe qenë një juriste shumë e mirë, besoj. Nuk e di, më duket pak boring si profesion. Po më kujtua një meme tani që po thoje të kthesh pas në kohë. Të isha edhe njerë 20 vjet, pa e dija unë se ç'do bëjësh në këtë dynja. Është Clintoni që e ka bërë në rrugë dhe i thot me këto mend që ke sot apo me ato që kisha atëherë, po me ato që kisha atëherë, me këto që kam sot, sa atëherë ku kisha mendur, do të përsërisja të njëjtat gabime. Kështu që jo, nuk besoj që do ndryshonte diçka nëse do kisha zgjedhur juridikun. Mund të isha bërë sërish gazetare edhe nëse do ndiqja juridikun. Është pasion, është dëshirë, është një gjë që vërtet e dua ta bëj, nuk është se jam e detyruar ta bëj. Shiko, unë për një brez si yni, e para njëherë kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta them edhe pse mund të dukem e mërzitshme, unë s'kam qenë asnjëherë tifoze brezi, pra nuk hyj tek njerëzit koha ime, koha jote, koha ti, koha e asaj që vjen nesër, por e vërteta është që edhe për shkak të rrethanave ne më shumë kemi jetuar në rrugë, se sa në shtëpi. Si ishte mjedisi social krahasuar me atë që është sot? Ne po flisim pak momente përpara se të vini me Jonidën në transmetim. Është jeta më e mërzitshme sot apo jemi rritur ne? Kam përshtypjen që ka ndryshuar edhe rrethanat në të cilat gjendemi. Jetojmë në një epokë që apo mosh, le të themi, pavarësisht se e shijojmë edhe daljen, edhe sot jetën e natës, por kam përshtypjen që nuk është më njësoj. Kemi qenë pak më social me njëri tjetrin, një pjesë të madhe të miqve, unë kam njohur në karaoke, pra këndonim të gjithë bashkë në grup, dhe pastaj kemi vazhduar miqësinë edhe e vazhdojmë edhe sot. Kurse brezi që po del tani dhe me sa shoh, se nuk I kemi ndalur ende këto daljet, janë pak më individualist ose janë grupime më të vogla edhe kanë më shumë dukjen se sa shijimin e këtyre daljeve apo shijimin të muzikës. Ne të shkretët nuk kishin celular që të merrnim poza në atë kohë, vetëm dëgjonim muzikë, pinim alkool. Dhe kaq ishte kënaqësia. Më kujtohet në një intervistë tjetër, po këtu në këtë studio, kur dikush më tha, një nga miqtë e ftuar, po ishte e bukur koha kur nëse ti doje të përsërisje një kujtim, thjesht duhet ta bëje prapë, se s'ke fotografi dhe video për të riparë. Ose duhet të blinim ato aparatët që dolën pak më vonë, dhe na vinte dhe zor ti nxjerrim nga çanta se kam edhe unë për një fotografi me këtë aparat atyre kohëve, po s'munda ta marr me vetë. Dhe kam kuptuar kur shoh albumet që unë në atë kohë nuk e dija që do quheshin sot selfie, po unë kam qenë tifoze, pra shumicën e fotove I kam kështu tek ish living room-i me një aparat vogël që nuk e nxirja shumë shpesh se më vinte zor se shihnin njerëzit po këto. Çfarë po bëjnë? Pra për të gjithë juve që mendoni se kjo është vetëm Jonida e Top Albania Radios, nuk është kështu. Jo. Sa ka kënduar Jonida, ky fyt e di. O zot, a ishte karaoke që ndërtoi në atë kohë, se mund t'i përmendim emrat sot se as nuk ekzistojnë, nuk kam reklama, Flaresi, Chardonnay, një mundësi për të qenë I pavarur ekonomikisht, apo kush e pa si një punë që në fund edhe do paguhemi. Me thënë të drejtën, unë dhe shoqëria ime, edhe fiks në vendet ku jemi takuar dhe bashkë shpesh, po ashtu dhe shoqëria jote, mblidheshim aty për t'u argëtuar, për ta shijuar. Unë kurrë nuk e kisha menduar që një ditë të bukur, pasi unë të isha kliente me dëshirën për të kënduar, jo vetëm në dush, do më kthej pastaj edhe një punë, pra unë edhe kënaqesha, po edhe paguesha për të kënduar edhe për të përfshirë pjesën tjetër të njerëzve që ishin aty për të kënaqur dhe ata edhe për të provuar veten. E nisëm si një natë ndryshe për të shijuar muzikë ndryshe, pra jo vetëm DJ që luan, po edhe ne që provonim këtë kënaqësinë të kënduarit. Dhe ishte shumë qejf në fillim.
Edhe vazhdon të jetë edhe sot. Pra un kam ja 2-3 vjet mira që e mendoj që dua të bëj një reunion. Pra grupi i dikurshëm i karaoke. Me leje, un jam aty. Por nuk po bëhem mbar që ta organizoj se kushtet janë për ta bërë thjesht një natë, një reunion, sepse vërtet që e shijonim atë periudhë të karaokeve, pastaj u bë edhe punë. Ne u bëm një treshe shumë e lezetshme, unë, Josili dhe Klajdi, quheshim JKJ. Dhe të enjteve kishim këto performancat tona. Edhe po si që ta dini nga ka dal Klajdi Haruni. Ja, nga këto ka dal. Nga karaoke, po. Dhe pastaj kur Klajdi u bë 3 Dots, nuk mund të ishte më pjesë e grupit ton, por ka qenë vërtet periudhë shumë e bukur, edhe kam shijuar. Ka pasur disa kuaj beteje, Jonida, shumë këngë midis tyre Georgia, Goçe di Memoria, di Soledad Zuro, por unë ndalim tek një këngë që përveç se ka qenë kal beteje për ty në karaoke, i mbushë barku me bukë edhe konkurrentëve të Big Brother. Ka qenë shumë e bukur edhe ajo periudhë e Bigut, se fal ti në 2008-ën, unë pastaj u bëra pjesë e Top Medias edhe Top Albania Radios. Ka qenë prova e javës, duhet këndoja Vesa Lumën, ka qenë periudha e Top Festit në atë kohë, ka qenë kënga Luaj. Dhe duhet të improvizoni me fantazinë tonë një videoklip, duhet të zgjidhja pjesën tjetër të banorëve të më shoqëroni në këtë klip të improvizuar. Dhe duhet ta këndoja Luaj, fitova provën, 100% buxhet. Jo për që ta dini ushqimin e asaj jave nga Jonida Ali Shkolli. Mbaj mend që kisha veshur një palë kështu pantallona të shkurtra me temina, ja mora Noches Borx ato për performancën. Edhe më pas ka hyrë dhe Vesa Luma, më komplimentoi për këngën se si e solla, dhe pastaj kur përfundoi Bigu dhe shkonim sërish në karaoke, sepse nuk i humbëm këto marrëdhëniet që kishim me njerëzit edhe pasi dolëm nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Vendosej gjithmonë kënga e Vesës Luaj edhe fitoi gjithmonë buxhetit të enjteve. A i di si më duket mua Bigu sot, i ditëve të sotme, më duket pak a shumë si garat e misit. Pra që kishin një farë interesi në fillimin e viteve 90 dhe pastaj është një mënyrë për të bërë. Me këtë nuk dua të them dhe nuk dua të fyej askënd që janë në majorancë në fakt ndjekësit e formateve reality, por e vërteta fare është që guximin e kanë ata që e bëjnë të parët. Sepse ti nuk ke asnjë referencë përveç asaj që shihet nga jashtë Grande Fratello, po nuk ke një referencë të njerëzve të cilët mund të takosh në veten e parë, dikush ndoshta të takon sot dhe të pyet. Në atë kohë ishte risi se ishte i pari fare, nuk e dinim çfarë ndodhte. Çfarë ke plotësuar formular? Un kam hyrë më mbrapa. Pasi dolën 2 gocat, Mardiola dhe Ilda me pjata, u bonami në atë kohë. Dhe me thënë të drejtën Kozeta, nuk e dija kam thënë herë tjetër, po kam përshtypjen që kjo është hera e parë që po e them, unë nuk e ndiqja fare në atë kohë Bigun, sepse ishte të shtunave dhe unë të shtunave do të këndoja në karaoke. Jo, kisha dhe këto netët, jo dilnim, jo living roomi, jo nga këto. Dhe nuk e shija spektaklin, mund të kisha parë tek tuk ndonjë përmbledhje që jepej pasditeve në Top Channel, edhe më dukej pak. Pra nuk di asgjë kur kam hyrë, por banorët dalin gocat, kërkoheshin banorë të rinj, konkurrentë të rinj. Unë bëra një audicion, e bëra siç jam unë, ta provoj të këtë, ta provoj dhe atë. Do t'i që më zjodhë. Nuk e ktheve kurizin për të thënë pse më zjodhë. Hyra, thash po e provoj, në fillim nuk ishin dakord mami dhe babi, pastaj duke më parë aty, njerëzit filluan t'i komplimentonin dhe aty ata kuptuan që ky spektakël ishte wow, çfarë po ndodh, domethënë në Shqipëri. Njerëzit fiksoheshin dhe unë sot tek kësaj dite, kur takoj njerëz që ma kujtojnë atë periudhë, më thonë po si e bëje byrekun me vaj kur bëje petat. Domethënë asun nuk e mbaj mend se si gatuaja apo se si i shtroja petat e byrekut. Edhe ishte një periudhë, nuk e di, domethënë ata që po e provojnë sot, e provojnë në një tjetër dimension, sepse janë rrjetet sociale, janë komentet, janë suportuesit, ne nuk e dinim fare, ne kishim feedbackun vetëm të njerëzve që na ndalonin në rrugë, dhe aty ti kuptoje që
ky edicion pastaj qenë një fenomen televiziv, një evolucion televiziv, sepse njerëzit u fiksuan me ty edhe të donin për atë që ishe, për atë që jepje, ose nuk të donin nëse një situatë e caktuar nuk ju kishte pëlqyer. Pra ishin fansa të vërtet që të ndalonin në rrugë. Unë një gjë s'kuptoj. Si mund të mbyllej në kafaz njeri që dilte te inte të premte që kishte lirin. Nuk besoj se ka njëri që nuk e ka të shtrenjtë lirin, po ja, në një univers paralel për shembull, po të shoh një ëndër me Big Brother, më del gjumi. Nga të merri, them, okay, pas ka qenë një ëndër. Si ka mundësi? Si pranove të futesh aty? Apo sfid të provoj të re? Më joshi ideja që do isha me njerëz të rinj, do provoja veten, durimin, edhe sigurisht dritat e Top Channel, sepse deri në atë moment unë nuk e kisha pasur mundësinë, kisha punuar sigurisht më përpara në media të tjera, se e kam nisur në Shijak Televizion, pastaj në Vizion Plus e me radhë. Nuk e di, u binda, më pëlqeu ideja që të provoja veten më shumë, dhe unë e kam shijuar Kozet, po, shumë. Domethënë ka qenë periudhë shumë e bukur. Dëshira që të hym në Big Brother, se kush e di zëm do një vend ke topi, nuk është e tanishme, ore. Ka qenë. Është e vjetër fare. Jo, unë nuk e dija fare që do zija vend ke topi. Domethënë thjesht në atë moment ishte në top. Po dalin televizor tek Top Channel, e kupton? Nuk fare as nuk e parashikova që se unë mund të shkoja edhe shumë keq në atë rrugë tim, mund të isha skandal. Dhe ndoshta nuk do më ofroj kurrë një mundësi e tillë. Por thjesht ideja që un po shkoj në Top Channel ishte në atë kohë, po dhe tani është vërtet privilegj, po edhe ëndër për ne që ishim njerëz shumë të rinj. Dhe nisi kështu, mbaron spektakli dhe pastaj thuhet që Jonida fiton një kontratë pune dhe që prej 2008-s jam këtu në Top Albania Radio. Shkoj shumë mirë. 18 vjet. Japim një frymëre bisedës tonë, transmetojmë Vesa Luma. Nuk besoj se do të çosh këtu. Luaj. Biseda merr bisedën edhe më të orienton mua në kuptimin e mirë të fjalës, se i kalova shumë shpejt etapat e jetës tënde. Më riktheve te Bigu, nuk besoja që do ta preknim, po më lidhet shumë ngushtë edhe me prezencën time këtu në Top Albania Radio, kështu që unë e kujtoj si periudhë shumë e bukur në fakt. Ndërkohë, gjimnazi është shkolla e mesme, mund të duket kështu si e parëndësishme kur ti rritesh. Jo, më fal, kur je në ato ujëra, kurse kur rritesh, kupton që sa e rëndësishme ka qenë ajo si periudhë ku njeriu krijon shijet e para estetike, raportet e para miqësore, po më tregoje që ti ruan raporte miqësore të afërta që nga kjo koha. Kam shoqe nga gjimnazi, po. Shoqja ime ngushtë Terazi. Në fakt e kam shoqe që nga klasa e 8 është dhe Ditila, po ashtu që domethënë unë jam njeri që ruaj raporte. Pjesën më të madhe të miqve të mi i kam prej më shumë se 2 dekadash. Domethënë ose jam njeri shumë i mirë, ose jam njeri që kam ditur të zgjedh. E di pse të pyeta, sepse zakonisht njerëzit në këtë moshë kanë tendencën për të qëndruar afër me të ngjashmit e tyre. Pra, kur themi të ngjashëm, që kanë dëshirë të bëjnë të njëjtat gjëra në argëtim, kanë pak a shumë të njëjtin stil që vishe, ose shije muzikore. Në rastin tim nuk ka qenë aq. Tek këto shoqet e tua se si mund të përziheshin Limp Bizkit, Him me Craig David, e çuditshme. Se s'kemi qenë as në kohën e sotme që me një palë kufje ti dëgjon dhe bën atë që do, secili në mënyrë të pavarur. Ka jetën e vet. Në atë kohë, po ti e mban mend shumë mirë, ka qenë televizioni Teuta, që transmetonte ai fuste fishën Vivës dhe MTV-s. Dhe ka pasur gjithë ditën muzikë. Kështu që ne të treja rinim shumë me njëra tjetrën dhe kishim këto shijet e ndryshme muzikore, por që në fakt na pëlqenin edhe shijet e njëra tjetrës. Pra unë sot dëgjoj dhe Him, dëgjoj dhe Limp Bizkit, dëgjoj dhe Craig David, dëgjoj dhe muzikë popullore, dhe muzikë të lehtë, dhe muzikë me prerje damar, është dhe muzikë të lumtur që të bën të argëtohesh dhe ta shijosh. Cila është muzika e lumtur? Pra këto këngët që edhe kur je ndar ti mund të kërcesh, domethënë. Okej. Ne të dy luaj. Edhe nuk e përkufizoj dot veten se cili është stili im muzikor që më pëlqen më shumë, sepse i dëgjoj të gjitha. Më pëlqejnë tekstet, më pëlqen tingulli, pra më godet një këngë e bukur nëse ka
do me thëmë potencial që mua të më prek aty ku duhet, dhe në këtë rast, për shembull, Krek Devi më pëlqente si fizik në fillim. Pastaj si mua dikur Gianluca Grignani. Po, edhe Gianluca e kam dëgjuar shumë. Dhe më pëlqente shumë dhe doja të isha pak më ndryshe se shoqja, dola British. Pra, po shkoj në Angli, thash me që të dyja, njëra në Finland, njëra në Amerikë, u shpërndat, unë po zgjedh Britaninë e Madhe. Djepin e muzikës. Dhe ka qenë periudhë shumë e bukur, madje në një nga spektaklet e gjimnazit, unë vendosa si njeri kreativo, artistiko që isha në atë kohë, të bënim një etyd dhe një kërcim të treja, duke bërë mix fix këto të treja këngët. Kolazh. Rollin, pra fillon të kërcimi I'm walking away, nga këto, pastaj fillonte You can join me in there, nga këto, dhe në fund mbaron të keep rolling, domethënë do t'i që duar trokitëm dhe pati sukses ky spektakli. Dhe aty kuptuam që nëse ti bën një mix preferencash, mund t'jesh më i hapur për shihet muzikore, për shihet duke respektuar shihet që kanë njerëzit e tu afër teje, kështu që funksionon. Shiko, ti ke qenë dëgjuese e një këngë për ty, me që ne tham. Shumë. Ti ke drejtuar një këngë për ty. Sot jemi në kushtet ku mund të dëgjojmë muzikën që duam në çdo moment të 24 orëshit, dhe megjithatë, nëse Jonida duke dëgjuar një radio, dhe je duke udhëtuar, dhe radioja luan për hesap të saj dhe të playlistës së saj një këngë të preferuar tënden, a nuk të duket sikur është dikush që po mendon vetëm për ty aty në atë moment? Po, dhe më kthen në kohë. Dhe në ditët e sotme ajo që ne mund të bëjmë përveç se ta shijojmë është që të bëjmë një story, unë për shembull. Dhe them nga rubrika kush e mban mend këtë këngën, kush nuk e mban mend këtë këngën, është shumë i vogël për këtë faqe. Dhe vërtet që të rikthen, muzika të rikthen periudha shumë të bukura të jetës tënde, ndoshta edhe periudha të trishta, se kemi qarë edhe ne me Gigi D'Alession, me Gianluca Grignanin, la mia storia tra le dita. Po që është shumë e bukur ta dëgjosh radion më shumë se sa ta shohësh, pavarësisht se ne përgatitemi kozëra kemi bërë grim. Do mlysh pak të lutesh se në radio. Por kur ti je në makinë dhe thjesht e dëgjon pa e parë, ka një ndjesi ndryshe, është ku diun një emocion pak më i veçantë se sa edhe kur e sheh. Ndërkohë, në të gjithë këtë rrugëtimin prej vitesh na kap situata të ndryshme kjo jeta, pra nga radio që dëgjohet, tek nëse nuk je në Instagram, nuk ekziston. Çfarë ka qenë i gjithë ky ndryshim, për ca është revolucion, për ca është evolucion, për ca progres, për ca regres, njerëzit e mendojnë si të duan. Ke pasur nevojë, Jonida, të përshtatesh, apo ke pasur dëshirë të përshtatesh, të ecësh me kohën? Unë, në fakt, jam natyrë që përshtatem, pra edhe kur e preka pak më parë që ti kupton që funksionon dhe mund të respektosh dhe zgjedhjet e personave që ke afër, do thotë që ti, unë të paktën jam njeri që përshtatem. Edhe kjo pjesa e Instagramit apo rrjeteve sociale më ka ardhur shumë natyrshëm, pra u hap Facebooku, e hapëm dhe ne bënim ato statuse, komentonim, ishte një lloj kënaqësie, një lloj ndryshimi. Kur na kthen ato memories për shembull, shikoj unë që i kam çuar në wall, fjala vjen Jonidës. Do takohemi nesër. Mi Jonida ku humbe. Gjallje. Sigur nuk kishim telefona për këtë punë. Po jam natyrë që vërtet përshtatem, edhe pjesa e rrjeteve sociale, se me thënë të drejtën, kozet, edhe pjesa e Instagramit kohë të fundit mund të quhet edhe një lloj pune tashmë, sepse ti ofron hapësirën tënde, ku ke një X numër të caktuar ndjeksish, dhe përveç kënaqësisë që t'jep, se unë pëlqej që të ndaj her pas here gjëra, jo vetëm të familjes, po edhe gjëra që janë argëtuese, pra që të bëjmë për të qeshur, apo nuk preferoj të jem gjithkohës serioze në rrjetet e mia sociale.
por jam kur duhet. Kështu që kjo pjesa, periudha e përshtatjes erdhi shumë gradualisht. Pra unë nuk zgjodha që një ditë do zgjohem dhe do bëhem influencer dhe do më ndjekin kaq njerëzish. E kam vënë re, i ke me shumë delikatesë ato. Jonida nuk është shitse minimarketin në Instagramin e saj. Po jam e kujdesshme, selektive dhe ka ardhur vërtet shumë natyrshëm. Kjo do të thotë që jam përshtatur mirë, pavarësisht periudhës apo moshës apo të gjitha etapave të jetës që kam kaluar. Kam përshtypjen që secili nga ne ka hapësirë mjaftueshëm për të bërë dikush i gjërat përket që sot një brezi tjetër, një brezi më të ri. A të sheh ndonjëherë? Jam shumë kurioze të di për shembull nëse dikush të sheh me dyshim të tipit pse edhe ti e di këtë. Cili është mendimi i parë që të shkon në mend? Jam kështu. Sepse fillimisht un kam një natyrë që un edhe se di, do më thuash ti tani që ky avioni është krijuar nga një artizan që jeton në, un futem dhe kërkoj. Futem dhe lexoj. Pra lexoj në titrat e një filmi që bazuar në histori të vërtetë, do të kërkosh historinë e vërtetë. Domethënë dhe futem dhe lexoj. E kam natyrën time, e kam pasur gjithmonë. Dhe nuk e bëj sepse është koha që duhet të jeme updateuar me gjërat. Po e bëj sepse kam unë dëshirë të di apo të mësoj apo të lexoj, edhe kupton, ua, pse e di ti këtë? Dhe jam kështu, po, njeriu lexon, do me thënë, informohet, sidomos kur vjen nga gazetaria, që pjesën e searchit apo të kërkimeve ne duhet ta kemi. E ka detyrë shtëpia. Nuk duhet ta përmendim fare këtë gjë, duhet ta kemi pjesë të ADN-s të lëkurës. Subkonsciencës tonë në momentin e parë që vendosim të bëjmë një gjë. Edhe duke kaluar breza, duke parë edhe stafe apo koleg, duke qenë se her pas here kam drejtuar stafe. Janë kështu, do më thënë, po pse more jeni kështu? Lim pyetja. Si ta bëj unë këtë? Po bëj një search fillimisht, si bëhet, ose kthejnë përgjigje, flas për këtë brezin 20 pas meje. I bjen shumë shkurt, pra mund të ndërtojnë një lajm vetëm me një voice 15 sekonda që ti ja thua dhe i thua, dëgjoj, bëjeni pak këtë lajmin sepse Kozeta ka postuar, supozojmë tek kampi i përqendrimit në Poloni, ka vajtur ta vizitojë në Auschwitz dhe bëjeni lajm se normalisht Kozeta Kurti ka shkuar në Poloni dhe ka vizituar kampin e përqendrimit në Auschwitz. Dhe unë jam kështu, nuk ke kuriozitet? Vetëm më keni zbardhur këto 50 sekondat? Nuk keni fare kuriozitet të dini se çfarë është ky kampi famkeq, domethënë, çfarë si quhet ky kampi? Auschwitz. Mirë, okay. E thash mirë. Kam lexuar dy gjëra për Holokaustin. Domethënë, kjo është ideja, në sensin që këta të rinjtë sotëm le të quajmë pavarësisht se do na thon për shkakun që nuk është në Poloni, por ne themi që e bën vet. Në Poloni është. Jam i sigurt. Por ideja është që pavarësisht se ta lidh me pjesën e përshtatjes, pavarësisht se unë përshtatem shumë dhe duket dhe me marrëdhënien që kam me gocat e webit këtu në Top Albania Radio, ato janë 2 dekada pas meje, dhe vërtet që i dua shumë fort dhe kemi një komunikim shumë të mirë. Domethënë jam unë që përshtatem. Aftësia për të përshtatur është talent më vete dhe jo të gjitha kanë. Këta të rinjt, për shembull, nëse nuk vin aty ku jam unë, mund të shkoj unë aty ku jam. Se ti ke qenë njëra atje, thjesht duhet ta mbash mend dhe duhet të kesh rikujtoj për të rishkuar edhe njëra atje. Craig David, se kush e di, shkojmë edhe një herë te Tydi. E dëgjojmë bashkë. Për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albania Radio, unë jam me një zonjë shtëpie tashmë prej 18 vitesh në këtë radio me Jonida Arit Shkollin, po edhe një shoqe shumë të mirë. A është vështirë të mbash miqësira në showbiz? Tek njerëzit e të njëjtit profil, që bëjnë të njëjtën punë? Jo, nuk besoj që është shumë e vështirë të mbash miqësi. Nuk ka këtu, domethënë, e kam parë diellin 5 vjet para te, nuk ka nga këto. Nuk jam e tillë natyrë. Jo, nuk të pyet aty aje.
Po, në përgjithësi. Po, nëse janë, do të thotë që nuk i kam afër vetes, sepse nuk kanë qenë ai vibe që dua unë të kem në jetë. Kështu që pjesën më të madhe ta ceka edhe në fillim të miqve që një pjesë e tyre janë edhe nga bota e medias, i kam prej më shumë se 2 dekadash. Kështu që nëse ka qenë ky ngërçi që unë jam më mirë, po ti pse kështu dhe sepse Jonida më tha kështu, do të thotë që nuk i kam. Unë thjesht jam një peshore diplomatike që nuk sherrosem. Ruan raportet për aq kohë sa duhet të ruash. Por thjesht nuk të kam më tek ai rrethi im i njerëzve të mi, të dashur, të cilët edhe pse mund të kem një vit apo 2 pa u takuar, kur pi një kafe e shijoj me gjithë kënaqësinë e mundshme. Sepse jeta na ka bërë që mos takohemi aq shpesh ose secili nga ne jemi të shpërndarë në punë të ndryshme, flas për njerëzit që janë në media ose në art, sepse një pjesë të mirë të miqve i kam edhe nga bota e artit dhe kjo fal punës që kemi bërë në kohë të hershme, se që 19 vjeç kemi bërë intervista në media në shkruar apo në media në vizive apo në radio. Kështu që nëse janë ky varianti që jo më the po të thash dhe ti nuk janë fare stili im. Kështu që vazhdoj të kem dhe po mund të kesh miq në media dhe miq shumë të mirë madje që ndihmojmë njëri tjetrin edhe suportojmë shumë njëri tjetrin. Ti je folur, e ditur, e komunikueshme, racionale. Megjithatë, a ndodh për shembull që të heshtësh ti, të pushoj goja ty kur nuk do të thuash ca gjëra me fjalë. Kur nuk do të kërkosh falje bashkëshortit për hir të krenarie, mua, se më ke lënduar diku, ndonse pa dashje, po që ke reflektuar dhe ke kuptuar që s'jam ndier mirë, zgjedh kështu metoda alternative të flasësh, të shprehësh mesazhe ose emocione, ose të çojnë në një këngë me link. Aha, kjo të futet edhe në punë. Do të çon linkun dhe ti duhet ta marrësh me mend pse ta ka çuar. Zgjidhe vetë pse ta kam çuar. Jam natyrë që kërkoj falje kur e shoh që vërtet e kam tepruar, por në pjesën më të madhe të rasteve toleroj më shumë se sa kërkoj falje. Se nuk ti e pa të përshtypje. Ti e përshtypje që duhet të hapi rrugë tjetër kush përpara. Kështu dukesh. E kam variantin ose di ta shtroj mirë terrenin që ta marrësh. Por në pjesën më të madhe të rasteve jam goxha tolerante si në marrëdhënie me miqt, po edhe në marrëdhënie me partnerin. Fal Zotit, nuk kemi pasur shumë hapësira që të bëjmë nga këto kush je ti dhe kush jam unë. Ka nisur me mirë kuptim që në fillim gjoja dhe shumë spontanisht, por po kërkoj falje kur e shoh që e kam tepruar. Kërkoj. Si të ndryshuan ty gocat? Mua më duket sikur nuk të kanë ndryshuar gocat në kuptimin jam bërë më e ndjeshme. Se shpesh herë kur dëgjoj historira duket sikur po bëre mami ose babi vdiq gjithçka tjetër, mbaroi gjithçka tjetër dhe s'ka më. Jo, nuk kam qenë asnjëherë dakord me këtë pjesë. As unë as bashkëshorti, ne vazhdojmë të kemi ato netët tona të dy një darkë, vazhdojmë që 2-3 herë në vit e bëjmë një udhtim vetëm, pa gocat. Sigurisht që jemi shumë të lidhur me gocat edhe japim kohën më të madhe të mundshme apo dedikimin maksimal atyre, por duam edhe kohë për njëri tjetrin. Vazhdojmë të dalim darkave, vazhdojmë të frekuentojmë miqtë tan, pra nëse ka thënë një gocat o Jonida e vogla. Ti, Jonida Alit shkolli dhe jo ja hollari. Duhet të më blesh sepse tashmë e kanë mësuar që unë nuk e kam ndruar mbi emrin. Edhe kur do të kërkoj ndonjë gjë, më thot në emër, po do të thjesht mami. Si në shkollë. Po, do të thonë po thirrë me emër, ka një gjë që nuk shkon. E kupton që më ke vajzë ose ndodh për shkakun se më kujtove një detaj, mbledhin lek të dyja, si e kemi mësuar që her pas here të ruajnë lek, edhe kanë atë kënaqësinë, sidomos e madhja, që kur do të blej diçka, ka të vetat. Ti marrë nga lekët e saj. E vogla thot, jo nuk do t'i harxoj të mia, ti thon, po pse? Po duhet mi blesh ti se më ke fëmijë. Pse duhet harxojun lekët e mia? Dhe aty kënaqem se them mund të ketë një premis për të bërë biznes më vonë, kjo vajzë më vonë. Kurse e madhja është si unë, domethënë, hajt sa të kemi. Po shikoja listën e këngëve ose disa prej titujve të këngëve që
këmben ose ka këmbyer në kohra të ndryshme, në fillimet e veta Jonida dhe Andi, edhe I them po si ka mundësi domethënë nga Rihanna te Flori me po dy temi dhe Sande, janë shumë të çuditshme këngët, por lidhet me atë fillimin që unë jam e fiksuar pas një gjëje, po I zgjedh tekstin, I zgjedh mesazhin. Kur jam lidhur me Andin, sigurisht që njeriu kalon periudhat e veta të eksperiencave të njohjes edhe gjithçka tjetër, dhe kur ti takon të duhurin që në këtë rast ndodhi që në fillim, edhe pse marrëdhënia jon ka ardhur shumë graduale, ka qenë periudha që sapo doli Rihanna Where Have You Been, edhe unë me humor, me këtë humorin tim që e kam pikë të mirë të karakterit, I thoja po dilim në klabe ose vendosen në një këngë dhe unë e lidhja gjithmonë me bisedën që ishim duke bërë apo gjërat që doja t'i thoja, dhe kur fillonte kjo Where Have You Been, po ku ke qenë më para ti mor shoku? Që u vonove kaq shumë me ardhën në jetën time, pse? Dhe na ka mbetur kështu si këngë që na rikujton fillimet e marrëdhënies. Nëse kjo është pyetje që unë e bëj zakonisht në fund, çfarë është koha, Jonida? Të mërzit ty koha që ikën? Që shkon, që kalon, të mërzit, është një vit më pak nga jeta, apo është një vit ku unë di më shumë se vitin e kaluar? Ose kam jetuar më shumë se vitin e kaluar? Mund t'jetë kjo e të jetuarit, po në momentin që po kthem pak edhe te vajzat, me që më pyete çfarë ndryshoi. Tani për shembull unë mund të ketë ndryshuar kjo qasje, pra në karakterin tim nuk ka ndryshuar gjë, thjesht jam bërë shumë më e ndjeshme që kur jam bërë nën, por kur kalon koha shoh se si mriten vajzat, edhe nuk ndoshta më bën nostalgjike për periudhën që I kisha më të vogla, por nuk më dëmton, nuk e di si ta gjej fjalën eksakte, se po filloj të emocionohem tani, nuk më trishton kalimi I kohës. Më bën të kuptoj që vërtet kam jetuar dhe vërtet po shijoj frytet e jetës që un kam bërë, dhe them drejtën kohës ka qenë e bukur. Ka qenë e bukur jeta jote. A është ta një fat apo në fatën e bëjmë edhe vetë kur duam? Mund të jenë të lidhura të dyja bashk, por mendoj që ti kërkon nga e ardhmja jote, nga jeta apo nga familja që ti do krijosh në të ardhmen, ndoshta fiks atë që ke parë në familjen ku je rritur. Edhe kjo më bën ta shijoj më shumë këtë familjen e krijuar, sepse familjen e re tënde të krijuar. Timen, sepse më kujton shumë edhe fëmijërin time. Ne ishim dy goca dhe jemi rritur nga dy prindër me dashuri shumë të madhe për njëri tjetrin dhe me respekt shumë të madh. Kështu që mendoj që ndonjëherë ne edhe e kërkojmë atë që duam, por është dhe çështje fati. Ndonjëherë ti kërkon shumë, por nuk të vjen në momentin që ti e do. Dhe e fundit, a jeton ti për nesër apo jeton ti për çdo ndodh pas 10 vjetësh? Jo, po çdo ndodh me gocat kur të rriten apo jeton për nesër? Jo, jam njeri pa plane, gjithmonë kam jetuar si të më vi, e kam shijuar me çdo moment jetën time, pra edhe me të mirat dhe me ato momentet e lumturisë, edhe me momentet e trishtimit, e kam jetuar, kështu që të gjitha ndjesitë që un kam në jetë kanë qenë të përjetuara në atë moment që e kam jetuar, kështu që nuk jam njeri. Po lexojmë sot që meditimi, planet, çeku I listës që ti bën në mëngjes funksionon, por jo, unë nuk e kam ende një listë qëllimesh apo gjërash. E kam jetuar kështu si më ka ardhur. Kjo intervistë ka rrjedhur më shpejt se 300 intervistat e tjera që janë prodhuar në këtë studio. Unë ta mbyll me Mariah Carey, kishte disa këngë lista e Jonidës, por pikërisht se quhet Majol, gjithçkaja jote që gjetet te familja jote, tek ajo që krijove, edhe që shpresoj shumë që të kesh gjithçka në pjesën tjetër të jetës, edhe u bëfsh një plak me flokë të bardha. Faleminderit. 100 vjeç. Do t'i lyej, po jo, do të kesh bukur ashtu. Faleminderit shumë. Ne shihemi javës tjetër.